Luan Llanaj dhe Tomor Mbrati janë dy të rinjt që humbën jetën tragjikisht të dielën më 1 qershor në një aksident me motor në zonën e njohur si Pusi i Mezinit në Vlorë. Luani, 19 vjeç, dhe shoku i tij 16 vjeçar po ktheheshin nga puna në një servis, ku për shkaqe të panjohura, motori përfundoi jashtë rruge, duke u përplasur fillimisht me një shtyllë elektrike dhe më pas me një shtyllë druri. Si pasojë, 19 vjeçari Luan Llanaj humbi jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa shoku i tij, adoleshenti Tomor Mbrati, u dërgua në spital, por nuk mundi të mbijetojë plagëve të rënda. Shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta, ndërsa komuniteti është tronditur nga kjo humbje dyfisht. Familjarë, miq dhe banorë të zonës kanë vendosur lule e qirinj dhe një çelës servisi në vendin e ngjarjes, si shenjë nderimi për djemt, të cilët përshkruhen si të urtë, punëtor dhe me familje të ndershme.